Nga perëndimi në lindje, ishin tingujt muzikor që ngjitën kryevepra botërore dhe të muzikës shqiptare në skenën e teatrit Migjeni. Orkestra Simfonike e Shkodrës, pas procesit të riformatimit, solli në ndërtimin artistik të Elda Laros të parin koncert të saj. Dirigentja, pianistja dhe muzikantja e njohur shqiptare, Elda Laro, nuk I fsheh emocionet e këtij rikthimi në qytetin e lindjes, tashmë duke dhënë një kontribut konkret për artin në Shkodër. Ky koncert theu akullin e të tjerëve që e presin këtë skenë, ku I radhës është ai me tenorin me famë, Sajmir Pirgu. Zemra rreth shumë ma fort se kudo tjetër. Domethënë skenë e tjetër të botës unë dal, kam atë emocionin tim, po këtu domethënë rriten, domethënë komplet zemra më rret shumë fort, edhe sigurisht domethënë më kthy qytetin tim domethënë të lindjes, është një emocion që nuk ka koment, domethënë është diçka e rrallë. Krah Orkestrës Simfonike në skenë interpretoi disa prej këtyre kryeveprave, edhe sopranoja e njohur Ana Naqe. Patjetër, njeriu ka gjithmonë emocione, por Shkodra, si thon shkodranët, është sheqer, është një nder I madh të përformoshme Elda Laron. Ajo është një nga artistët më të mëdha që unë njoh në jetën time, në karrierën time dhe gjithë bota e njeh dhe e nderon. Ky koncert I Orkestrës Simfonike të Shkodrës solli për publikun emocione të veçanta dhe duke dëshmuar edhe një herë potencialin e madh artistik që Shkodra ofron.